Rikthehemi në studio të dashur teleshikues, sapo pam edhe prezantimin e Model Kids nga Kosova në prezantimin e tyre të parë, gjithashtu pam edhe vlerësimin në rezultatin që kanë marrë në edicionin e kaluar nëpërmjet votimeve në Facebook, nëpërmjet share televizionit TVR Model Kids atë edicionit të kaluar nga Kosova. Atëherë ne do të sjellim një metodologji tjetër të re për Model Teens, që është një garë e re që e kemi lansuar tashmë në kuadër të Mix Show, për Model Kids, qoftë nga diaspora, por qoftë edhe nga Kosova. Do kemi një juri online, një përfaqësi në Zvicër, një në Tiranë, në Shkup dhe në Prishtinë. Do të jetë një vlerësim nga 1 deri te 10 për secilin prej 2 kandidatëve, të cilët ju i keni parë në video prezantimet e tyre në faqen tonë edhe në Facebook Mix Show për një javë rresht. Fillimisht do të lidhemi me Prishtinën dhe të shikojmë vlerësimin që jep Prishtina, juria online atje, për 2 garuesit e Model Teens nga Zvicra. Të shikojmë së bashku. Përshëndetje. Ju përshëndesim nga Prishtina të gjithë stafin e Mix Show në Zvicër. Këtë show e kemi ndjekur familjarisht që nga fillimi. Dhe ju përgëzojmë shumë për prezantimin e mërgjimtarëve tonë atje. Sa i përket votimit, juria nga Prishtina ka vendosur t'i jap këto pikë. Për kandidatin Imer Karaliti japim 5 pikë. Për kandidatin Argjend Amiti japim 10 pikë. Suksese kandidatëve si dhe ju stafit. Faleminderit shumë nga unë, Albina Ashani. Dhe tani do të shikojmë jurin në Shkup për vlerësimin e 2 modele Teens nga Zvicra, cili është vlerësimi i jurisë në Shkup. Të shikojmë. Përshëndetje televizioni TVR, përshëndetje Mix Show. Edhe në Shkup Mix Show ndiqet me kërshëri të madhe dhe përgëzime për këtë show, përgëzime për këtë iniciative cila i ka munguar kakmoti trevave shqiptare. Vota jon nga Shkupi është kështu pra. Argjend Amiti 10 pikë dhe Imer Karaliti 6 pikë. Përgëzime pra për kandidatët, ju urojmë suksese të mëtutjeshme, përgëzime dhe për stafin realizues të këtij Mix Show. Mirupafshim. Sa po pam vlerësimin e jurisë online pra në Shkup dhe tani do të përqendrohemi në Tiranën e bukur. Atje kemi një përfaqësues të jurisë online dhe të shikojmë se sa pikë ju jep kandidatëve garues në Model Teens Tirana. Përshëndetje nga Tirana, gjithë juve në studio dhe të shikuesve të show televiziv Mix Show. Ju përgëzoj shumë për iniciativën dhe projektin i cili promovon talente në fushën e modelingut nga diaspora. Atëherë, për këtë edicion, unë kam zgjedhur 10 pikë për Argjend Amitin dhe Imer Karalitin. Ju uroj suksese dhe me projekte tjera sa më të mira dhe më të mbara. Faleminderit, mirupafshim. E pas Tiranës, pas kryeqytetit shqiptar, do të ndalojmë në kryeqytetin e Zvicrës në Bern. Këtu kemi një juri tjetër online dhe të shikojmë se sa pikë ju jep kandidatëve Zvicra. Përshëndetje nga unë, Brikela Andrea, nga Berna e Zvicrës. Urime për televizionin TVR, urime për emisionin Mix Show dhe gjithë stafit të tij, si dhe për gjithë aktivitetet e tjera të këtij televizioni. Ka qenë tepër e vështirë për të vlerësuar kandidatët, pasi të dy janë të plotësuar derisa kanë marrë pjesë në Mix Show. Megjithatë, ky është vendimi i jurisë. Imer Karaliti 5 pikë. Argjend Amiti 7 pikë. Ju uroj suksese të mëtejshme të rinjve pjesëmarrës dhe miru pafshim dhe miru dëgjofshim në takime të tjera. Atëre do të bëjmë një përmbledhje të rezultateve të pikeve të grumbulluara për të 2 kandidatët në Model Teens, duke marrë parasysh votimin që morëm nga Shkupi, Tirana, Prishtina dhe Berna. Ku shkon në sëpërfinale? Të shikojmë pra rezultatin e tyre së bashku.
Argjend Amiti 37 pik, Imer Karaliti 26 pik. Në superfinale shkon kandidati i cili grumbulloi nga juria më së shumti pik, gjithsej 37 pik, e ky është Argjend Amiti. Të dashur teleshikues, kam kënaqësinë që sot në kuadër të Mix Show të sjell tek ju një personazh tjetër, një bashkëdhetar të suksesshëm i cili jeton dhe vepron prej vitesh në Bern. Në fakt është shef në repartin e kirurgjisë në Spitalin e Bernës. Kam kënaqësinë që sot të zhvilloj një bisedë në Mix Show me të nderuarin zotrin Nexhmedin Avdia. Përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje, faleminderit shumë zotri Avdiu për ftesën. Dhe ju falenderit njëkohësisht edhe për hapësirën dhe kohën që më dhat të jam bashkë pjesëmarrës në emisionin tuaj brillant. Faleminderit shumë. Të jesh shef i një reparti të kirurgjisë në spitalin më të madh të Zvicrës, që është në Bern. Është spitali më i madh apo jo? Inselspital është një nga spitalet më të mëdha në Zvicër me gjithsej 11.000 punëtor. Është privilegj, por edhe përgjegjësi. Po nga ana tjetër kam marrë informacione se buxheti vjetor i spitalit se disa herë shumë fish ishte në krahasim me buxhetin e tërë të Republikës Kosovës. Po ç'a bëni me gjithë ato para më burri dheut? Unë mendoj se në Zvicër rreth shumave nuk flasim hapur dhe me dëshirë, mirë po kemi një buxhet të mjaftuar që të na ndihmon respektivisht të mbulon nevojat si për hulumtime shkencore, ashtu edhe në trajtime të mirëfillta të pacientëve. Unë kam tashmë një ide që të prezantojmë një kolazh me fotografi nga puna juaj dhe veprimtaria juaj këtu në Zvicër dhe më pas do të rikthehemi përsëri në bisedën tonë. Dakor? Si u bëni? Rikthehemi në studio të dashur teleshikues me mysafirin tim, shefin e repartit të kirurgjisë në Spitalin e Bernës, është zotri Nexhmedin Avdia. Ju pam me bluza të bardha, po imagjinoj se një uniform të tillë ka edhe bashortja edhe djali, dhe në një farë mënyrë është një kostum si që kanë oficerët, ushtria, që kanë të detyrueshme. Në jetën e përditshme, cilat ngjyra i preferoni më shumë? Këtu po të shohim ngjyrat, por në jetën e përditshme. Domethënë nuk e përdorni të bardhën ku jeni në rroba civile. Rëndom jo. Rëndom e preferoj ngjyrën e mbyllur. Mbyllur, do të ngjyrën e zezë, po edhe ngjyrën e kaltër më pëlqen. Bukur shumë. Do të kalojmë tashmë tek Kosova, aty ku faktikisht ju ndoshta të paktën një herë në vit shkoni në Kosovë së bashku me familjen. Sa kohë shpenzoni duke marrë me Kosovën, me të afërmit tuaj që keni atje? Keni investuar gjatë kësaj kohe? Më jepni informacione në fakt. Sa është lidhja juaj me vendlindjen? Shqyqoni, unë jam lindur dhe rritur atje dhe jam emocionalisht i lidhur ngusht me Kosovën, respektivisht me trevat shqiptare, përgjithësi. Ne shkojmë se paku një herë në vit me familjen atje dhe sikur të gjithë mergjimtarët dhe ne kemi investuar në Kosovë dhe me endje dhe me kërshëri i përcjellim ngjarjet
zhvillimet, trendet pozitive që ndodhin në Kosovë. Në kuadrin e aktiviteteve tuaja profesionale, keni bërë ndonjë hap për shembull për bashkëpunimin edhe me Spitalin e Prishtinës, në kuadër të Spitalit të Bernës, ndonjë seminar apo ndonjë specializim të ndonjë mjeku apo? Po, ju kuptoj. Unë kam vitin e kaluar kam dërguar një dhuratë krejtësisht modeste atje, një aparatur për mbikëqyrjen e nervit të fytyrës gjatë operacioneve të veshit. Ja kam dhuruar Spitalit të QKU-s në Prishtinë, po doktor Hajdin Thaqit, ndërsa krejtësisht në forca private dhe vetanake, mjerisht, duhet të them, duhet të theksoj, e kam sjellur këto profesor doktor Gjevdet Latifin, i cili ka qëndruar, respektivisht ka specializuar në Inzel Spital Bern për 6 muaj dhe ka mësuar gjëra të cilat tashme është duke i aplikuar në QKU në Prishtinë. Tash, në këtë moment, në 2 javët e ardhshme, në bashkëpunim me ambasadën e Kosovës, me zotin Sefaj, do i dërgoj një 20 kompjuter për sallat e operacionit në QKU. Jemi në bisedime me ambasadën për të rregulluar të gjitha formalitetet e transportit në Kosovë, të doganave kështu me radhë. E lumt. Edhe pra nuk ndaleni përveç aktivitetit tuaj që i keni me zvicerianët të mendoni edhe për Kosovën atje. Pushime si vjet ku do i kalosh? Po shkojmë drejt pushimeve. Pushimet i kam rezervuar, do shkoj 2 herë në Kosovë kësaj radhe, do të jem muajin e ardhshëm, 1 herë për 2 javë, dhe do shkoj në Shqipëri, në vendin ton, Amë, edhe atje do i kaloj pastaj në fund të korrikut dhe fillim të gushtit, do jem 2 javë ditë atje. Shumë bukur. Ne do ta bëjmë në fund të korrikut në fakt edhe superfinale, nëse jeni atje jeni ftuar, nga ky moment jeni pjesë e eventit. Faleminderit shumë. Do të doja të dija faktikisht marrëdhëniet tuaja që keni me kolegët dhe me zvicerianët. Keni krijuar miqësi përveç relatave të punës, të profesionit? Shiqoni, të jetosh 25 vite në një vend, respektivisht 16 vite tashmë në Zvicër, është një kohë bukur e gjatë dhe ne jemi qenie shoqërore, jemi të detyruar që të krijojmë raporte, lidhje me njëri tjetrin. Unë kam shumë miq zvicran, Gjerman, me që kam jetuar gjatë në Gjermani, kam natyrisht shumë miq shqiptar, mirë po, ekipin të cënë në dheqe është një ekip prej 22 ekspertesh, përbëhet nga ekspert, respektivisht punëtor të 12 kombeve. Prandaj, shumë interesant. Ta udhëheq është një ekip të tillë, nuk është edhe gjithmonë lehtë. OKB shëndetësore. Ashtu të themi ashtu, një OKB shëndetësore. Është një sfidë, është natyrisht një privilegj, mirë po është një sfidë nga se ke gjithherë gjëra që duhet nuk janë gjëra rutinore, por ndryshojnë gjërat për çdo ditë. Prandaj ajo e bën edhe aq interesante dhe kurrështare punën time. Shumë bukur. Dhe në fund të kësaj bisede, një mesazh juaj për të gjithë studentët në fushën e shëndetësisë që janë nga Kosova, duke marrë parasysh profilin tuaj të suksesit, që ti jesh i suksesshëm në fakt në Zvicër, duhet të zgjosh herët. Që aty nuk dyshoj për juve, ha? Shiqoni, unë do të villoj prap nga një maksim e një filozofi, puna me cilësi e bëri majmunin njeri. Shpresim nga pa puna të bëhemi përsëri majmuna. Unë mendoj, në Kosovë bëhet një punë cilësore. Unë kam kryer 4 vite fakultet në Prishtinë, dhe ajo më ka ndihmuar shumë që si në Gjermani, ashtu edhe në Zvicër të depërtoj, respektivisht të arrijnë pozita tashme udhëheqëse. Prandaj, nëse njerëzit janë të motivuar dhe dojnë të mësojnë, unë mendoj i kanë rrugt dhe dyert e hapura. Ska pengesë që t'i ndaloj. Unë mendoj. Po, është momenti shumë më i mirë, sidomos për brezat tani, duke marrë parasysh edhe rekomandimin për liberalizimin e vizave, punësi studentëve të vinë të kontaktojnë ndoshta fizikisht universitetet, jo vetëm online, edhe të jem pjesë e zhvillimeve qoftë edhe të shëndetësisë apo edhe të arsimit fushave të tjera. Pajtohem plotësisht me ju dhe mendoj se sipas një ankete të Bild am Sonntag,
97% të shqiptarëve në Zvicër janë shumë mirë, shkruan të eksplicit, sehr gut, të integruar në Zvicër. Prandaj kjo është një mrekulli që shqiptarët është një numër shumë i vogël që mund ta abstrahojmë, që ndoshta nuk janë të integruar dhe bën ndoshta punë jo të mira, 97%. Kjo është një anketë zyrtare zvicrane. Na gëzon ky informacion do shumë bukur. Që janë të integruar, prandaj mendoj se të rinjt këtu kanë gjitha mundësitë, gjitha ofertat, gjitha që të jenë pjesë e garës, po. Natyrisht dhe që të inkorporohen dhe inkuadrohen në jetën zvicrane dhe që t'i gëzohen fryteve të punës së tyre. Faleminderit, ishte kënaqësi. Jeni mirëseardhur. Faleminderit. Do të ndalojmë të dashur televizikues në një rubrikë tjetër të rëndësishme, garuese në show-n televiziv Mix Show që ka të bëjë me talentat, pikërisht me Cover Star. Do të ndjekim edhe rezultatin e edicionit të kaluar se sa sherë ka grumbulluar dhe të shikojmë se kë do kemi këtë javë. Të ndjekim kronikën së bashku. Përshëndetje shikues të dashur të televizionit TVR, përshëndetje ju të pranishmit në Mix Show, përshëndetje të veçanta shkojnë edhe për ata të cilët janë duke na ndjekur nga diaspora. Afër meje qëndron një talent shumë i bukur, me një zomanec i cili ka marrë pjesë në për shumë evenimente të tjera, por kësaj radhe ka vendosur që të jetë pjesë e Mix Show, pjesë e Cover Starit. Afër meje qëndron Qendrim Sahiti. Qendrim, mirë se na erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Qendrim, e dëgjuam zërin tënë paraprakisht, si çdo konkurrenti tjetër, mirë po dashta me ditë se ku e zbulove talente për muzikë. Po, talenti im është zbuluar që është në shkollën fillore. Kam pas një profesor të muzikës, Demir Krasniqin. Ai më ka nxitur shumë që të mirë me muzikë, sepse ka pa talentin tim dhe ka thënë mos e lë me kaq dhe mirë më shumë me muzikë. Qendrim, ku informove për Cover Star që vendoset të jesh pjesë e kësaj gare? Unë informova në televizion, e parë se keni bërë një konkurs dhe thash pse jo ta provoj edhe të merrem me një garë siç është Cover Star dhe besoj se nuk do ish gënjej ata që do më votojnë. Normalisht mos të harroj të më votojnë në Mix Show me një share. Me cilën këngë ke vendosur që të jesh pjesë e kësaj gare? Unë kam vendosur që të marr pjesë në këtë garë me coverin e Alban Skanderaj, unë dhe ti, dhe besoj se kam ju pëlqy, sepse ka dalë shumë e bukur. Ne nisëm me hënën e plot, për mbi dalën e lotit të ftoht, zemër mbusur e dot, dhe në krahëron dashuria. Prekëm fundin e mbritëm në... Qendrim, ke vendosur që të merr pjesë domethënë me Alban Skenderën, këngën Unë dhe Ti. Do një këngë tjetër për zemër, cilën e ki? Po, unë kam shumë këngë të preferuara, por dhe Alban Skendera më pëlqen shumë dhe më pëlqen dhe muzika e tij dhe Refuzoj. Aja më pëlqen shumë. A ka mundësi një refren të shkurtër të kësaj këngë? Po, pse jo. Dhe refuzoj mendjen të ndaj, lotët jegës jarë në sy, po s'mund të qaj. Përse s'të gjej, universin e sfidoj edhe më tej, të kërkoj për nuk të gjej, ty nuk të gjej. Qendrim, një zë shumë të bukur, ke qenë pjesë edhe e Voice of the Albanian, deri në cilën pikë arrite në këtë garë? Po, unë kam qenë The Voice of Albania, dhe kam shkuar deri në pikën kualifikuese, por fatkeqësisht nuk u kualifikova për shkak të emocioneve, kisha shumë emocione dhe nuk mund t'i largoj dhe ato më prishin punë. Tha që do të marrësh pjesë me Alban Skenderën dhe këngën Unë dhe Ti. Kush u kujdes për këtë coverin tënd, domethënë ingjizimin dhe miksin e kësaj këngë? Po për coverin tim, këtë fundit është kujdesur Florian Salio, është një producent shumë i mirë. Idealisht i ri, por me shumë vullnet e punon punën dhe punon shumë mirë dhe i ka pëlqyer shumë coveri që kam bërë dhe falenderoj shumë. Qendrim, veç arritëm deri tek minutat e fundit e intervistës tonë, cili kishte me qenë mesazhi juaj për gjithë ata që na ndjekin? Mesazhi im kishte me qenë që le të më votojnë në Mix Show
coverin tim me bërë share, është një votë, normalisht, dhe I kisha falenderuar shumë. Dhe kisha lutë gjithë shokë, shoqët, familjarë, farëfisin, gjithë me votojnë. Besoj se s'do shkoj një edhe në faza tjera. Dhe e falenderoj shumë televizionin tuaj, e falenderoj zotëri Rifatin për ftesën që më ka bërë, dhe kjo është mesazhi im. Elma Shala, 10 vjeç, Prishtinë. Sara Mustafa, 6 vjeç, Prishtinë. Akil Mustafa, 4 vjeç, Prishtinë. Noar Agashi, 8 vjeç, Prishtinë. Ja, dal nga dalë të dashur teleshikues, ne erdhëm deri në fund të Mix Show të edicionit të 8. Do të takomi sërish në javët në vazhdim, duke sjellur vazhdimisht të gara nga diaspora, gara nga Kosova, të ftuar të ndryshëm, personalitete me ndikim në jetën publike të mërgjimtarëve tanë, por edhe të shoqërisë zviceriane ku ato dhe jetojnë dhe projnë prej vitesh. Deri në edicionin e ardhshëm, mirupafshim.
Mondi Sfahiu, nga Gjiloni, jam 13 vjeç, besoj që votoni për mua. Unë jam Ardit Karoqi, jam kandidat për Model Teens, jam 18 vjeçar, votoni për mua.